أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Wa aleikum selam. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. Wa aleikum selam. Të shfrytëzojmë ta minuta sepse na duhen shumë për jetën e kësaj bote dhe për ahiret. Dhe mase kush do ka kohë për të humbë, nërsa ne s'kena kohë për të humbë. I kena minutat të numërume. Edhe ai që e harxhon kohën, domethënë ka harxhuar një nga gjanat më të rëndësishme që ju ka dhënë në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ju shoft pa kujdesshëm në dy gjana. Në kohën e lirë edhe ndaj shëndetit. Dhe me thanë, shëndetin e shkatroni, se bani llogari hiç që ju duhet për të fituar xhenetin. E në kohën do të harxhoni, hajtë se kam kohë për nesër. E nesmja do të vëjnë fakt. Pa vje për ne, as vje për ne, na gjene, s'na gjene, këta nuk e dim. As njani nuk ka as një lloj kontrate apo marrëveshje që të thojë që unë do jem edhe nesër. Me pas kujdese me shfrytëzu. Edhe ne ti shfrytëzojmë të 2 minuta, edhe unë dëshë të tregoj për një disa lutje që i ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Janë lutje të rëndësishme, mundësisht t'i mësoj se cili. Këto janë rreth një 32 lutje. Po ne pak kemi marrë për këtë xhumë, sepse inshallah do të kemi kohë edhe në xhumat e tjera, pak e nga pak, duke i stërhollu, duke i mësu, edhe inshallah ti mësoni që të lutemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej dhe thoshte: O Allah, më ruaj nga përtacia. Përtacia, mos më qenë përtac. Përtacia e dini ju që nuk e morin asë në punë, jo. Pra s'mund t'i thot njëri për i punë, për i gjanë, sepse ashtu e ka trupin. A me dashje, a pa dashje. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me urujt për i kësaj. Me urujt. Me umbrojt, sepse për tac tregojnë shumë histori lidhur me këto që kanë qenë dikur demela, nuk punojshin. Edhe i qëjnë të arat ati, pa i qëjnë pa thëjë. A i thot i pas i pru arat, tjerë t'i thënë, fillon të i thëjë vetë. Nërsa këj i tha, pa mi bishit thëmet pakën, tha se s'ka kush mi thëjë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: O Allah, wa alaikum salam, me mbroj nga përtacia. O Allah, tha, me mbroj nga mos guximi, dhe me thonë njëri i pa guximshëm, s'del në punë, kam frikë, se di që më nëllë, që do nëllë nesër. Pra, ose ta zemë është trem, i ka dalë keqmi i ven atjene, s'del në punë ma, më kurriz për indërve të vetë. Ky quhet njeriu që s'ka guxim. Normalisht guximin Allahu xhallahu ta ka vendosur në zemër. Edhe ba me të thë, me të heq këj guximi, është shumë keq. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej vazhdimisht sepse është shumë e rrezikshme. Pra që do të thotë mos kesh guxim, ti mos luish hapën. S'del për jashtë natën, s'del në punë, nuk lëviz hiç, të mënë afër këtij përtacit. Edhe bile jam ballafaqo me i person që kishte hallin ashtu, se di, tha, anë këthima, tha, pres çdo minutë dhe me vdek. Troni i punon vetëm në vend.
E përdorin i shprehje njerëzit. Ati ka ngel sahatin vend. Truni këti ka ngel në vend. Pa punë s'punon. Shëndetin e ka, po s'ka asi lloj guximi